Big Brotherin. Më në lejohet tjetrit për të flasin në mënyra nga më pa lejushme, në mënyra nga më skandaloze, të ofendoj, të provokoj. Dy rrugë ka, o do të vrasish atë, o do hidhesh nga dritarja. Si jeni? Mirë. A jeni lodh? Diçka, si jeni ju? Vazhdon të qëndroj i fuqishëm Nokia 3310 apo në versionin teknologjik? Kjo është versioni që më pëlqen më shumë, kam dhe i tjetër këtu, po ky s'm pëlqen sa është. Shumë i rënd për terren kur po dhe të le pa punë. Po flasim për lidhjet në kohën tani dhe në kohën më parë. Pra më mirë me dashuri apo shkruesi? Ti si mendon? Të dyja kanë dhënë rezultate të kënaqshme. Më mirë ka qenë me dashuri, në fakt, po më e qëndrueshme ka qenë shkruesia. Sepse në vazhdim pastaj kanë shkuar edhe më mirë se sa me dashuri. Se me dashuri, në fakt, nga njëherë janë shtu dhe nazet dhe çiftet kanë pas dhe probleme. Shkruesia është pak më zyrtare. Ka qenë flas për të kaluarën, auto se tani shkruesia edhe tani ekziston, po më pak. Ka mundësi djemt ose vajzat shqiptare sot me mundësitë ekonomike që janë të dashurojnë? Më tepër janë të orientuar se mundësi të dashurin kam, kemi qenë më të varfër për parën edhe dashuri ka patër dhe të shkëlqyer, dhe shumë mirë dhe shumë besnik. Ndoshta ka qenë pa hile atëherë? Pa hile ka qenë edhe sot, po sot janë të orientuar, njerëzit i kanë të orientuar, shohin shumë gjëra, shohin shumë veprime, kërkojnë që t'i arrijnë të gjitha, faktikisht jo të gjitha ose jo me të gjithë mund të jetojnë një lloj. Mund të ketë interes monetar në dashuri. Mendoj që sot shumica e rasteve ndoshta gati 70% më tepër interes monetar. Por po ndiqja dje një kontratë para martese dhe secili nga partnerët do të përdor vetëm pjesën e vet të ekonomisë. Dhe kjo bie poshtë. Nëse ti bën një bashkëjetesë ose një martesë dhe me atë kontratën e para martesës, secili përdor pasurinë e vet, vetëm pasuria që vihet mas martese, pastaj ajo ndahet. Ose nëse nuk ka një kontratë, atëherë do të ndahet prapë ndryshme sipas kritereve ligjore, sipas. Edhe dashuri që ka interes. Them që po. Sot sidomos mendoj tani ne kemi një moshë tjetër dhe ndoshta s'duhet më shumë konsiderat, po unë them që sot më shumë është interes. Më shumë është interes, ajo dashuria e bukur, ajo dashuria e sinqertë, ajo dashuria e cilëtër, ajo dashuria që nuk shifej kur gjo pasuria, shifej shpirti i njeriut, sjellja e njeriut, kultura. Nuk besoj që ekziston. Ndoshta jam gabim, po nuk është bëj interes. Politika ka ndikuar në këtë mes? Ndikon po. Politika ndikon më shumë bile. Politika, këto publicitetet, siç po ndiqja i notat e Big Brotherin. Më në lejohet tjetrit për të flasin në mënyra nga më pa lejushme, në mënyra nga më skandaloze, të ofendoj, të provokoj. Ku jemi kështu? Madje aty njëri nga ta udhët nga dritarja, nga balkoni, iku fare. Po tani nga njëherë aty je dhe i mbyllur dhe aty stresi është i lartë, edhe të kesh dhe një të tillë që të provokoj. Dy rrugë ka, o do të vrasish atë, o do hidhesh nga dritarja, mendoj unë. Kush është fajtori që ky person vazhdon të rrijë akoma aty të ofendojë? Këta që i përkrajnë gjëra të tilla, këta që i publikojnë në media, këta që i përkrajnë, kush e ka që organizon Big Brotherin ose në organet gjyqësore dhe të tjera, domthonjë tjetri, ndoshta se s'ka pagu drita të futen në burg, tjetri vret, djeg, shkatron dhe nuk ndiqet atë kush e ka ofendu. Fajin e ka policia, prokuroria, shteti që lejon gjëra të tilla. Ty janë fajtor. Se s'duhet lejuar asnjëherë. Demokracia ka një gjuhë, e drejta jote është deri aty ku nuk prek drejtën e tjetrit. Nuk ke më tutje kur cënohet e drejta edhe e tjetrit, atëherë s'është më e drejta jote, ke shkel. Në momentin që kjo gjëja publikohet e gjithë shoh fëmijët tanë etj, ty si një s'po kapë fëmijët. Ndikon ke ne që jam 70 vjeç, ke fëmijët ndikon se aty duket një diçka normale. Një diçka që thotë në përgjithësi të bëjmë një. Thuj sa dush, flasëm si person, njerëzit kanë atë bindjen e tyre, i besojnë më shumë radios, televizorit, publicitetit. Dhe fëmia e quhet domosdoshmë si një diçka të ligjshme,
se mund të ketë aty, mund të ketë dhe mashtrime, dhe fëmia ka që ka e kapacitetin, fëmia është i pastër, është i çiltër dhe atë e që si të liqme, të s'duhen lejuar. Të s'duhen lejuar, është krim. Gjatë kohës që ky emision transmetohet në rrjetet sociale, në YouTube kryesisht, ka rreth 350.000-400.000 njerëz që e ndjekin në kohë reale. Pra, gjithë shqiptarët zërëse janë duke ndjekur, janë duke u fokusuar tek kanalet të cilat i japin këto emisione, se kemi edhe Big Brother në Kosovë. Po, kuptoj. E ndjekin faktikisht, ndoshta ke njerëzit me logjik, ke njerëzit me tronke, nuk mund të ndikoj, nuk mund t'ja ndryshoj ati mendimin. Për shumë mu nuk ma ndryshon mendimin, përveç se më kryon urrëtitjen për veprime të tilla. Po ke dikush tjetër edhe mund ndikoj. Dhe këte ka përgjithësi shteti, e ka përgjithësi shteti, e ka përgjithësi politika, e ka përgjithësi prokuroria, e ka përgjithësi policia, të gjithë të duhet nënë. Unë po ndi që amram me vëmendje shumë shtetet botës, domthon po ndërpresin, po hyjnë, po kontrollojnë në rrjetet sociale, sepse po ndikohet keq tek rinia. Si një zotëri me horizont që jeni juve për të shkuar prapë edhe një herë tek ajo lidhje dashuri shkruesi apo me dashuri. Dash Sulën me Ramën, ishte dashuri me shkruesi apo me dashuri? Dash Sula i shkreti kishte disa vite që kërkonte të kishte i çik pushtet. Hyri me pras në parlament. Më vje keq, hyri me shumë, ajo ishte, si të mund, ngutja e ti, se s'duhet me, se ka thonë as njëherë me ndot mrapme se që avje, më në funa i kërkote ishte i qik, do më në kjo është i qik karierizm, për karierizm, a i kërkoj ati këtë vjetë të vetë nuk e gjeti, unë di që Dash Sula ka pasmor 11.000 vota, dhe Dash Sula nuk do më në vlerësua nga partia në cilin... Herët e gjallë, jo herët të dhejtë. Ja, erda. Nuk u vlerësua nga partia në cilin aderoj, në cilin sakrifikoj që merte 11.000 vota. Nuk edhe ai kërkoj të shkon të dikun që të vlerësoj, nuk është naj punë të rastija jo. Parti shqiptare janë, nështë bile aty s'duhet rindaj, mendoj, një njeri inteligent, njeri intelektual, një njeri progresist. Ti si mendon, Dash Sula gjujti Rama dhe Rama gjujti Dash Sula? Jo, Rama nuk është se gjujti Dash Sula, ai gjujti Rama, ai kërkoj një vend, Rama jo afroj një mundësi. Nuk është se gjujti Rama ka sa dush për të funë atë pozicion pune, ka mendoj unë, jo mendoj, po ka sa dush. E bën ai për kryeinspektor, thotë? Po, ky tani është i qik me ashuj qik kjo. A do ta provoj, thot, se nuk e bon. A ju betua, tha, unë do ta mbaj 24 orë telefonin hapur. Ky të provon, ky nuk e ka problem, provon, gjusë se bon të heq prapë. Si provë edhe ne, edhe Shqipëria do më provë gjithë. Se kishte edhe një levërdi politike, në fakt se e mori nga dikush tjetër, jo në afro shumë, nuk është veç Dash Sula. Jo në afro shumë, ka nivele më të vogla, jo në afro shumë, për vend pune, për diçka, jo në afro. Duke qenë se ky PD-s po ja ha dhe unë në këmbë, le të themi, i mori Dash Sulën, ka marrë dhe shumë komponent tjerë nga PD-ja. Do të kemi besim në këtë qeveri. Për mendimin tim, ai PD-s është e morë Partinë Demokratike në varë me vete. Sepse nuk po lejon asnjë tjetër që të vazhdoj të jetoj. 40 vjet patëm në Verhoxhën, 40 vjet nuk duhet të rrimë një udhëhec, është bota më demokratike Amerika për shkak. 8 vjet rri një udhëhec në drejtim. 40 vjet tani të kthehemi prapë në sistemi në Verhoxhën, vje keq. Mon nuk është diçka e papranueshme, 40 vjet, si s'patë të reçat që ke ti, s'patë zore dot. Përgatitin kemi profesor, përgatisin student, përgatisin profesor të ardhshëm, ti politikon s'përgatitë një që t'ja losh 40 vjet do ta mbash ti parti. Unë jam zot shtëpie, kryefamiljar sot. Ne do të jam detyruar t'ja u lë djemve ta drejtojnë familjen, sepse është anakronike, duhet ecim me kohën. Kanë tentuar disa, por prapa ai si ka mundsi. Kanë tentuar nuk i le. Saljani për shembull. Nuk i le. Ma Saljani shkreti, po mundohet morin ai vot për vete, po nuk del dot nga kupola, jo, nga bunkeri që ka ai dhe Saljani. Përshëndes. Ishte kënaqësi, respekt. Gjithë mirat. Shëndet, miru bashkë. Gjithë mira.